Tirana pritet të jetë sot epiqendra e një proteste masive, ndërsa vëmendja kryesore është të përqendruar te fluksi i diasporës shqiptare që po kthehet nga vende të ndryshme të Europës për t'u bashkuar tubimit të paralajmëruar në orën 19. Prej orëve të para të mëngjesit dhe gjatë ditës së djeshme në pikat kufitare të vendit janë regjistruar kolona të gjata automjetesh dhe lëvizje të shtuar të qytetarëve shqiptar të cilët hyjnë nga jashtë vendit. Ndërkohë, hyrje të konsiderueshme janë vërejtur edhe nga pikat kufitare jugore, ku qytetarë nga Greqia dhe Italia po kthehen drejt Shqipërisë, si dhe nga Veriu, përmes Muriqanit dhe Hanit të Hotit, ku raportohet ardhje e emigrantëve nga vende si Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Belgjika dhe Austria. Sipas organizatorëve, kjo është hera e dytë që emigrantët shqiptar organizohen në mënyrë të tillë për të bashkuar në një protestë në Tiranë, duke e cilësuar si një mobilizim barkombëtar në mbështetje të revoltës së tyre 35 ditore. Atëherë ne do vim në shesh, t'i bashkohemi qendrestarëve për t'i dhënë goditjen e fundit Edi Ramës. Ai njeri ka rrshitur në një lider autoritar. Ai po ju mohon shqiptarëve dhe të drejtën e fjalës, pra të drejtën e fjalës lirë dhe gjithë, pra po i bjen nesh dhe drejt për drejt. Artikulli 10 të Konvencijës Evropiane të Drejtave të Njerëzit që ju mohon të drejtën për protestë dhe drejtën mu shpreh. Disa nga aktivistët e diasporës dhe shqiptarët që kanë protestuar po keq trajtohen në stacionet e policisë. Ndaj jemi aty për të përbashkuar dhe për t'sjellë mesazhin e qartë. Ti nuk i dhunon dot shqiptarët. Ti nuk ju ambyll dot gojën shqiptarëve. Ndaj do hiqu. Kam një përshëndetje për Edi Ramën. Ka ditëlinjen sot, urimi ditëlinjen edhe pensionin. Nga dita hone mrapa je pushuar nga puna. Nga gjithë shqiptarët. Protestuesit pritet të mblidhen fillimisht në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt godinës së kryeministrisë, ku do të artikulohen kërkesat e tyre politike. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesës për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilën e konsiderojnë si të panegociueshme.